Pranvera e vitit 1999 bëri bashk jetën e vdekjen. Masakra e Mejos, sot në përvjetorin e 27, kujtohet si ndër ngjarjet më të trishta për vendin ton, ku më 27 prill të vitit 1999, në fshatin Mej, afër qytetit të Gjakovës, u vranë e u masakruan 376 civil shqiptar nga policia e ushtria serbe. Në mëngjesin e 27 prillit, forcat barbare serbe sulmuan fshatin Mej pa paralajmërim, duke gjuajtur granata dhe duke djegur shtëpi. Njësitë e policisë serbe deportuan në fshat dhe dërguan banorët afër shkollës. Midis 100 dhe 150 burra të moshës 15 deri në 50 vjeç u morën nga turma e fshatarëve. Ata më vonë u ndanë në grupe prej 20 dhe u qelluan për vdekje nga zjarri automatik i armëve përmes gjuajtjeve të shumta drejt kokës. Në të njëjtën kohë, herët në mëngjesin e 27 prillit, ata dëbuan sistematikisht shqiptarët e Kosovës nga zona midis Gjakovës dhe Junikut, afër kufirit me Shqipërinë. Burrat janë nxjerrë nga kolonat e refugjatëve në një pikë kontrolli në Mej dhe familjet e tyre janë urdhëruar të vazhdojnë udhën për në Shqipëri. Ekzekutimet janë kryer pas ndalimit të kolonave të civilëve që po largoheshin nga zonat e luftës, ku burra dhe djem janë ndarë nga gratë dhe fëmijët dhe më pas janë ekzekutuar. Ndërkaq mëngjesin e hershëm të 28 prillit, rreth 60 traktorë me refugjat nga Kosova u pritën në vendkalimin kufitar të Morinës, ku në këto automjete u pan vetëm gra, fëmijë dhe të moshuar, ndërsa burrat i kishin marrë ushtria serbe. Atë ditë, asnjëri nga të ndaluarit nuk arriti të dilte i gjallë nga Meja dhe pas luftës trupat e masakruar të tyre, disa u gjetën në përvareza masive nëpër Kosovë, kurse të tjerët ka informacion se janë ende diku nëpër Serbi. Ndërkaq pas 27 vitesh, plagët e kësaj ngjarjeje tragjike mbesin ende të freskëta për familjarët e të afërmit e dëshmorëve, atyre që mbesin dëshmi e gravuar në historinë e Kosovës.